Ti mendon që Ukraina, Rusia do të mori atë çka don në Ukrainë? Duket se po. Mirë është që do të thënë duhet ndihmuar Ukraina. Kam ndjekur shumë këto ditë analist me bole që i thonë në arenën ndërkombëtare, në mediat e huaja. Ajo që kam parë si e mesme tyre, si logjike e tyre është kjo që Ukraina të rezistojë që Rusia të mos shtyhet më në thellësi. Rusia nuk është më ajo që duket, ajo që shitet sikur është, nuk ka kapacitetet për ta çuar luftën edhe më tej. Në një farë mënyrë edhe Rusia do të gjejë mekanizmat për ta mbyllur luftën, sepse sidomos tashmë me dimrin, por edhe poshtoi masat e tjera. Poshtoi edhe masat e tjera pastaj ndaj sanksioneve të reja, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Evropa të ekzekutoi drejt ato, sepse dhe brenda Evropës Trumpi këtu pati drejt. Kur ju tha që ju drejtua disa liderëve evropian mos mini më gaz rus dhe naftë ruse. Këtu pati drejt Trumpi. Kan kuçkën, maron Europa perëndimore. Po jo ka burime të tjera. Kjo ka qenë gafa që u bën dependent nga Rusia. Gjermania mbyll fabrikat. Ka burime të tjera dhe përveç Amerikës Latine dhe vendeve të tjera të le të themi të si quhet kjo, lindje mesme. Ka të tjera burime alternative, siç është dhe vetë Amerika, një burim që mund ta furnizojë Evropën me gaz. Por këtu gjendet zgjidhja. Por vende të tilla si Hungaria, Slovakia dhe ndonjë vend tjetër, të cilët janë në Evropë, i shkelin syrin dhe Putinit, pra kanë miqësi të drejtë për drejtë dhe të pafshehur me Putinin, të pamaskuar, ata bëjnë kontrata me Putinin. India nga ana tjetër. Ju e dini debatin e madh që u bë midis Trumpit dhe presidentit apo kryeministit të Indis për punën e naftës dhe të gazit rus, i cili merret nga India këtej dhe pastaj shitet si produkt i përpunuar nga India në tregun ndërkombëtar. Landi për ta mbyll me PD-n ku ju keni kontribu. Gjatë fillimit të parlamentit të ri, PD-ja me të njëjtën mënyrë sjellje, me të njëjtën retorikë, dhe shkojnë gjithmonë më poshtë njerëzit që besojnë ke PD-ja po rrudhen gjithmonë më shumë. Çfarë mendon kjo parti, ku do të shkojë kështu? Se hajde kishte fituar në jo mirë, po me sa kuptohet, Saliu nuk i intereson të fitojë, Saliu i intereson ta mbajë partinë ashtu siç e tha dhe ju si bunker për të strehuar vetë ai dhe interesat e familjes së tij. Bunker ndaj drejtësisë ndaj kudo tjetër që ai mund të ndihet i rrezikuar, sepse nuk ka vetëm çështjen e dosjes Partizani, por ka edhe disa janë shumë dosje të tjera të cilat është kjo Gërdeci e tjera. Pra ka shumë dosje të cilat ata e trembin. Dhe ai do të vazhdojë ta mbajë atë parti ashtu derisa të rrudhet. Shiko, ke pasur parti tjera historike që kanë dhënë kontribute shumë të pastra në politikat e vendeve të tyre, kanë krijuar vetë Bashkimin Evropian, kanë zhvilluar ekonomitë e atyre vendeve, siç ka qenë partia e djathtë franceze UMP-ja, që u kthye në Parti Republikane, tashmë është e 5%. Partia Socialiste Franceze vazhdon dhe ajo të ende tek 5 deri në 7%. Pasoku në Greqi u shua, tani po ribet prapë në nivele të ulta. Ke Sirizën e cila erdhi vrullshëm pas krizës, shua, do të thënë gati është në shuarje. Kështu që në Itali pastaj ju di fort mirë historinë e politikës italiane, ke pasur Kristian Demokratët që e mbajtën gati 40 vjet, 4 dekada dhe pastaj në një moment caktuar u shua si parti. Kjo mund ndodhi edhe në Shqipëri, nuk është ndonjë gjë e madhe. Problemi është që dhe këta të cilët po dalin si filiza të rinj le të themi, dhe këta janë të komprometuar, janë rritur në hijen si Rigoni në hijen e Lisit, s'bë dot pastaj Lis. Kjo po që thashën sepse nuk janë të komprometuar në kuptimin po vërë re tani, megjithatë koha do le të na bëjë dhe më të qartë në të ardhmen. Këta nuk pranojnë të bëjnë koalicion për zgjedhje parlamentare me Berishën dhe vënë bëjnë koalicion për zgjedhje të pjesëme lokale që s'kan asnjë vlerë politike. Dhe në atë kohë thoshin ne kemi dalë si forca të reja kundër establishmentit të vjetër Rama Berisha dhe sot pa ndryshuar ai establishment, i qenë po ashtu siç ka qenë, madje edhe më keq, sepse i humbi edhe më thellë zgjedhjet. Fal kompromisit të pisë që bëri Berisha me Ramën, Rama pranoi se pati interes, domethënë çpuni prish Rama do të fitonte zgjedhjet.
Po ja pranoj sepse i alektësoj dhe më shumë punë në Ramës me listat, në mënyrën se si do bënte lista me 2 fasha të mbyllura të hapura, ata që ndoshta e kishin bezdisur i furti tek të hapurat, kush kishte zotësile të fitonte, kush kishte ardhur koha që të ikte të largohej. Dhe bëri një le të themi një pastrim, një rotacion të elitës brenda Partisë Socialiste. Kurse Berisha bëri të kundërtën. Berisha të gjithë ata që ishin për të larguar i mori i futin në listë të mbyllur dhe të gjithë ata që ishin për t'u afruar i futin në listë të hapur që të diqte. Prandaj, do të thënë, jemi në këto kushte ku jemi. PD-ja refuzon të ndryshojë dhe për aq kohë sa refuzon të ndryshojë, kur them PD-ja Saliu, për aq kohë sa refuzon të ndryshojë, edhe qytetarët refuzojnë të ndryshojnë qendrimin ndaj PD-s. Pra nuk e pranojnë. Jo më shumë mund të thënë biseda kam shumë tash janë indiferent, nuk e japin asnjë. Shiko, unë kam qenë brenda asaj partie, ju dini për aq kohë sa merresha në politik, kam qenë nga njerëzit më të sulmuar për qendrimet që mbajta. Që këto që u ndodhen sot, ju dilja në televizor dhe ju paralajmëroja se njoh PD-n dhe e kam dashur shumë PD-n, kam investuar jetën time atje, që i thoshim do humbasim turpërisht, do turpërohemi, do humbasim thellë. Por Berisha po kthehet për interesat e tij personale. Do ta ndaj Partinë Demokratike në shumë pjesë. E ndau apo se ndau? E ndau. Do ta bëj parti jo fituese. E bëri parti jo fituese, është herë e parë që Partia Demokratike nuk llogaritet më si parti pushteti. Ja. Ashtu. Dhe i thosh edhe këtë tjetrën që Berisha do ta kalcifikoj Partinë Demokratike, e kalcifikoj. Nuk la që të ndodhi një rotacion të elitave, të vinë një gjenerat tjetër, sepse është një gjenerat në gabuar Berisha këtu. E kupton? Çdo brez ka kohën e vet. Është offside këtu. Ja, është jashtë lojë. Ka dalë jashtë kohë. Ka dalë jashtë kohë. Kështu që në këto kushte, këto ju thamë ne, na sulmuan. Tani vinë po ata njerëz të cilët kanë një lloj arsye, vinë dhe thonë keni pasur të drejtë me atë që keni thënë. Mirë, po e vërteta ju e dini, thonë në politikë, do të thënë që kush bëhet gati të thotë të vërtetën, të bëhet gati që të dalë nga politika. Me mua kjo ndodhi.